E kam unë fjalën. Zonja Devolli, emrin birë 4 në katë parë. Të mbaroj zonja Musaraj, patjetër ta jap fjalën. E di pse i mirëkuptojun. Pyetja e parë, në lidhje me zbatimin vendor të planit për barazin gjinor 2026-2030, a janë mirëmenduar dhe janë evidentuar të gjitha burimet financiare, sepse në relacion, unë lehtësova relacionin, thuhet se akoma procesi i kostimit të këtij plani nuk ka përfunduar. Atëherë, sa është kosto dhe ku janë burimet që janë menduar që ky plan të realizohet? Pyetja e parë. Pyetja e dytë. Sa fonde janë parashikuar për fuqizimin ekonomik të grave dhe vajzave të cilat kanë kërkuar ndihmë dhe për kraje ekonomike pranë Bashkisë Durrës? Dhe sa punonjës është parashikuar që do jenë në dispozicion të kryerjes dhe zbatimit të këtij plani 2026-2030 për barazin gjinore në lidhje me ndihmën që do jepet edhe suporti që do jepet për gjithë gratë dhe vajzat që do kërkojnë ndihmë? Janë këto punonjës janë aktualisht apo në kostime që do bëhen janë parashikuar dhe rritja e strukturës së punonjës të tjerë? Pyetja tjetër. Çfarë nuk kupton termi transformim i roleve tradicionale gjinore, i cili është përshkruar në relacion? Ku është bazuar ky? Në ligjin e kaluar në parlament tashmë së fundmi për barazin gjinore? Patëm një diskutim pak para mbledhjes në lidhje me termat që janë përdorur në planin e barazisë gjinore. Si fillim, plani i barazisë gjinore për Bashkinë e Durrësit 2026-2030 është totalisht i bazuar në konventat europiane, ligjet europiane, strategjinë kombëtare për barazin gjinore 2021-2030 dhe patjetër të ligji i fundit për barazin gjinore, i cili është miratuar në parlament. Në lidhje me qasjen transformuese që ju flisni si term, që e keni lexuar në fakt në planin e barazisë gjinore, qasje transformuese gjinore nuk ka të bëjë me transformimin gjinor të njeriut, pra nuk ka ndërmend ky plan ta kthejë burrin në grua dhe grua në burr. Transformimi gjinor ka të bëjë me gratë e dhunuara, me gratë vulnerabël të cilat kërkojnë të transformojnë gjendjen e tyre, si ekonomike dhe madje po ta lexoni, ka 4 pika kryesore ky plan, që është fuqizimi ekonomik, ja ku i keni, rritja e pjesëmarrjes në vendimarrje, parandalimi dhe adresimi i dhunës për gratë dhe vajzat si dhe dhuna në familje, si dhe konsolidimi i mekanizmave institucional. Le të themi të bëhet pak më konkrete këto mbledhjet që bëjmë për dhunën, siç kemi mekanizmin e koordinuar që jo para pak ditësh e kemi mbledhur në lidhje me problematikat për gratë të dhunuara me urdhër mbrojtje. Kështu që nuk ka të bëjë me transformimin gjinor, siç e thash, burr grua burr, po ka të bëjë me transformimin e një gruaje vulnerabël. Ky është thelbi. Ky plan i barazisë gjinore nuk mund të diskriminojë grupe të veçanta. Prandaj dhe LGBT është e përfshirë, siç janë të përfshira disa grupe dhe i keni shumë mirë të cituara në relacion. Dhe ju keni një shprehje gjatë gjithë kohës të plani i barazisë gjinore ku thuhet nga të gjitha grupet. Dhe kjo është një shprehje të cilën neve nuk mund ta përjashtojmë LGBT-n. Është detyrim ligjor që ne do përfshim të gjithë. Por plani i barazisë gjinore synimin kryesor e ka për gratë dhe vajzat, burrat dhe djemt, të rinj dhe të rejat, dhe sidomos, siç e kemi cituar, për gratë të cilat janë vulnerabël, janë gratë të dhunuara, janë nëna të divorcuara që kanë nevojë për mbështetje, fuqizim ekonomik dhe mbështetje institucionale. Shumë faleminderit. Në rastin e grupeve LGBT, ka një plan kombëtar dhe Bashkia e Durrësit duhet të bëjë një plan të veçantë për këtë grup. Pra, ky plan i barazisë gjinore nuk është i dedikuar për LGBT, por ne nuk mund mos ta përfshim dhe ta rendisim të grupet e përfshira. Për disa rezerva parimore dhe përmbajtësore, të cilat
konsideroj të rëndësishme për të marrë në konsiderat përpara miratimit të këtij dokumenti. Së pari, dua ta bëj qartë që në fillim, qëndrimi im nuk ka të bëjë me nxitje urrëtie, përjashtim apo mohim të drejtave të askujt. Çdo qytetar i Durrësit, pavarësisht bindjeve, mënyrës jetesës, orientimit apo vetë perceptimit personal, duhet të trajtohet me dinjitet, të mbrohet nga dhuna, të mbrohet nga diskriminimi dhe çdo formë abuzimi. Jo, të lutem, e kam diskutim. Nuk po. Jo. Kjo është detyrë e institucioneve publike në parim bazë një shoqërie demokratike. E kam opinionin tim. Megjithatë, pikërisht, është për pikën 2. Megjithatë, pikërisht, për shkak se flasim për një dokument publik që do të orientojë politikat vendore për disa vite, mendoj se duhet jemi shumë kujdesshëm në mënyrën se si ndërtohen kategoritë, prioritetet dhe ndërhyrjet konkrete. Në materialin e paraqitur, në disa pjesë, trajtimi i grave dhe vajzave të dhunuara, grave në nevojë, nënave të vetme, personave të trafikuara, personave me aftësi të kufizuar dhe kategorive të tjera të cënueshme, vendosen në të njëjtën kornizë me çështjen që lidhet me orientimin seksual apo shprehjen e identitetit gjinor. Unë nuk jam dakord që këto çështje të bashkohen në mënyrë të përgjithshme pa ndarje të qartë, sepse nevojat, problematikat dhe ndërhyrjet institucionale nuk janë të njëjta. Një grua e dhunuar në familje, një vajzë e trafikuar, një nënë e vetme në pamundësi ekonomike, apo një e moshuar pa mbështetje sociale, ka nevoja urgjente për strehim, mbrojtje, ndihmë ekonomike, shërbime sociale, mbështetje psikologjike dhe siguri fizike. Këto janë situata konkrete, cënueshmërie dhe dhune, të cilat kërkojnë masa të drejtë për drejta dhe të matshme nga bashkia. Nga ana tjetër, çështjet që lidhen me orientimin seksual apo identitetin gjinor nuk duhet të trajtohen në mënyrë të tillë që të zbehin fokusin kryesor të këtij plani. Mbrojtjen dhe fuqizimin e grave, vajzave dhe familjeve të prekura nga dhuna, varfëria dhe përjashtimi social. Askush nuk duhet mbetet pa mbrojtje, por dokumenti nuk duhet të bëjë dallim të qartë ndërmjet kategorive që përjetojnë dhunë konkrete dhe çështje që lidhen me vetë identifikimin apo mënyrën personale të jetesës. Po ashtu, kam rezerva ndaj formulimit që flet për një qasje transformuese gjinore, e cila synon transformimin e normave shoqërore dhe roleve tradicionale gjinore. Unë besoj se bashkia duhet mbrojë barazin para ligjit, dinjitetin njerëzor dhe aksesin shërbime, por nuk duhet marrë përsipër të transformojë familjen tradicionale apo të ndërhyjë në mënyrën se si qytetarët e ndërtojnë jetën e tyre familjare dhe shoqërore. Familja tradicionale, për shumë qytetarë të Durrësit, mbetet një vlerë themelore e shoqërisë. Theksoj se të jesh pro familjes tradicionale nuk do të thotë jesh kundër dikujt tjetër, nuk do të thotë të mohosh drejtat e individëve, do të thotë të kërkosh institucionet publike të mos e paraqisin familjen tradicionale që që duhet transformuar, por si një strukturë që duhet mbështetur, forcuar dhe mbrojtur, sidomos kur flasim për mirëqenien sociale, mbrojtje të fëmijëve, parandalim të dhunës dhe stabilitet komunitar. Po tani ç'se erdhën të gjithë? Zonja drejtuese, unë zonja Xhango dhe diskutimi tim kishin dashur të tipoj edhe unë pyetjet. Ta marr fjalën. Tani në komisionin e rregullorit të çështjeve juridike e kam votuar kundër, duke propozuar që dokumenti të rishikohet në disa pika. Së pari të ndahet më qartë trajtimi i dhunës ndaj grave, dhunës në familje, trafikimit, varfërisë, aftësisë kufizuar dhe nevojave sociale nga trajtimi i çështjeve që lidhen me orientimin seksual apo identitetin gjinor. Së dyti, të shmangen formulime që mund të interpretohen si përpjekje institucionale për të transformuar familjen tradicionale, role familjare apo normat shoqërore të qytetarëve. 3. Të ruhet fokusi kryesor i planit tek gratë dhe vajzat, sidomos ato që janë viktima dhunës në nevojë ekonomike, në zonat rurale, në familje të vështira, në situata emergjence apo në rrezik social. Së katërti, të garantohet që çdo person që pëson dhunë apo diskriminim të marrë mbrojtje dhe shërbim.
por pa zhvendosur kthehjen e këtij plani nga barazia gjinore dhe mbrojtja e grave dhe vajzave drejt një agende më të gjerë ideologjike. Unë jam për një plan që mbron gratë, vajzat, nënat, familjet dhe çdo qytetar në nevojë. Jam për shërbime sociale reale, për më shumë mbështetje ekonomike, për strehim menjëhershëm për viktimat e dhunës, për mekanizma më të fortë institucional dhe për transparencë në zbatim të planit. Por nuk jam dakord që në emrin e barazisë gjinore të futen formulime që mund të cënojnë konceptin tradicional të familjes ose të vendosin në një plan situata krejt të ndryshme sociale dhe ligjore. Të nderuar kolegë, kërkoj që ky dokument të mos miratohet në këtë formë, por të rishikohet me kujdes në mënyrë që të jetë gjithëpërfshirës, por edhe i qartë, i balancuar, i ndjeshëm ndaj realitetit të komunitetit tonë dhe në përputhje me vlerat shoqërore dhe qytetare të Durrësit. Nuk jemi keq, se vi 65 vjeçë pru me gjitha të gjeta. Burën me vi. A të filloj pak? Ose të vite kjo zonja, se ka pyetja para verive. Flutra ke të drejtë, paka shumë janë thashë, por ja kam dhënë fjalën Markolës. Isha në fund i vetmi mashkull aty, do të kuptojmë një gjë. Si fillim, nuk ka të bëj fare me grupet dhe me çfarë diskutohet këtu. Fare. Këtu ka të bëj për barazinë gjinore, që barazia gjinore nuk është vetëm për si që referohen për gratë. Në fakt që ti respektojnë një këshilltar. Barazia gjinore është për termin grua dhe termin burr. Dhe barazia gjinore është e dy anshme, si për gratë dhe si për burrat. Nuk ka të bëj fare ky plan, po. Ky plan 2026-2030 nuk ka të bëj po fare me grupimet që përflitet tu LGBT ku ta diun. Tu ka të bëj me barazinë gjinore që janë dy anshme, jo vetëm për gratë e dhunuara, por edhe për burrat në raste kur i takon. Dhe bëhet fjalë për termin grua dhe termin burr. Kush e ndje veten grua quhet grua, kush e ndje veten burr quhet burr. Tani mendësia transformimi gjinor është transformimi i mendësisë së gruas për të integruar dhe për të bërë qytetare se gjithë të tjera dhe denoncoj dhe mos pranoj dhunën. Kjo është e termi aty. Kaq kisha, mirupafshim. Faleminderit, zoti Markola, Kam unë fjalën. Zonja Devolli, emrin Birma 4 në kat parë. Të mbaroj zonja Musaraj, patjetër ta jap fjalën. E dim se mi kuptoj unë, kryetare, dim se mi kuptoj unë se po bëjnë njëri tjetrin. Respektoni njëri tjetrin. Ja kam dhënë fjalën zonjës Musaraj. Unë i mirë kuptoj këshilltarët. Pastaj do të jap fjalën me qetësi. Zonja kryetare, unë i mirë kuptoj këshilltarët se kur bëjnë gafa të mëdha deputetët e opozitës dhe diskutonin atëherë për ligjin dhe thonin se do t'i bëjnë burrin gru dhe grun burr, unë e mirë kuptoj këshilltarët se kur bëjnë gafa të mëdha ata që i kemi zgjedhur atje, jo. Atëherë, ja çfarë thot plani. Po që të hiqet, po më lër të flas tani, Po do ta them, atë që kam ndërmend do ta them, pa mikrofon. Atëherë, po marr për sipër të sqaroj që e keni keq kuptuar. Është ajo që thotë zoti Markola duhet hequr kur themi transformim mendësie, që do të thotë barazi gjinore duhet të trajtohet dhe burri dhe gruaja njësoj dhe të integrohen në shoqëri dhe të ndihmohen njësoj, një burr dhe një grua. Ky është transformimi, flet për transformim mendësie tradicionale që deri dje ne thonim që burri është i fortë dhe gruaja është vulnerabël. Po unë e kuptoj si këshilltar, se ke kuptuar ti nuk do të thotë që është ashtu situati. Më thoni edhe njerë, më thuaj pak në dhe cilën bazë ligjore një këshill bashkiak mund të vijë në diskutim këtë që të thoni ju. Më thuaj, shkompetencë. Doni të kapeni ju tani të tok fjalshët. Po kapeni të tok fjalshët, ko tani nuk është qëllimi fare ai. Kryetare, kaloj këtë pikë.
O, zonja kryetare, të lutem, një sekond, e kam shumë të që nuk jam kundër trajtimit të grupeve LGBTQI+, që administrata dhe këtë që shkuar gabim. Thjesht, saktësoni termat, bëni ndarjen e koncepteve dhe Mo nuk ka nevojë ta bëjë drejtoresha me bashkim, mo e kam të qartë. Sa punuan ndarjen, po. O e tjera, të na japësh mund mas marrimit të diskutimit pikës për votim, ose jo, dhe komentit që ka diskutimi, të jepet e drejta të flasit 3 minuta. E jo leksion, sepse me gjithë respektin shumë të madh që kam për zonjën Deboll, ishte leksion. I leksion që vjen nga një situatë e kopjuar diku tjetër. Është e drejta saj. Brenda 3 minutave të thot çfarë të doj, por nuk ka drejt të kundërshtoj ose të vërnë pozitë vështirë institucionit, i cili thot jemi bazuar në gjitha konventat, ligjet, aktet dala për këtë proces, për këtë punë. E lira shemsi e kupton ndryshe. Le ta kuptojnë ndryshe, ta marrë për vend e vet, dhe nuk ka nevojë dhe mos pranon replik. Nuk ka replik. Nuk ka replik këtu për këtë. Gjithkush jep opinionin e tij. Replika është votë. Replika është votë. Sa herë dikush thot një opinion, ti e ke paraqit për këtë ligj që do japësh opinion për gjithë të tjera? Ajo thot opinionin e vet, ti the tëndin, ç'është replika në këtë rast për çajun? Nuk më pëlqen kjo formë për gjëra që ne i dim dhe për minimumin e respektit që kemi për njëri tjetrin. Dëgjoj drejtoreshën. Nuk je dakord, foto kundër. Opinionin tonë të the. Ai opinion s'ka lidhje fare me mënyrën se e trajtoi drejtoresha. Këtu jemi në 2 pozicione të dyshimta me njëri tjetrin. Ju s'besoni, ne besojmë te institucioni. Kaq është diferenca. Komentet e tjera janë pa vlerë. Por mora fjalën, ju sqarova pak a shumë në vija të shkurtra të gjithë planin. Mbasi e mbylla fjalën, ju zonja Devolli kishit një letër përpara që e kishit përgatitur dhe kishit ndarë mendjen për ta lexuar atë letrën, ndërkohë që gjithçka që lexuat aty, unë e kisha sqaruar. E para, e dyta, në lidhje me gjithë problematikat që ju cituat, për gjithë grupet vulnerabël që cituat, është një drejtori e shërbimeve sociale në këtë bashki, me 120 punonjës, të cilët në bazë të ligjeve në fuqi dhe ligjeve europiane, që po shkojmë drejt, bazohen tek protokollet e veçanta për secilin target group, si për gratë të dhunuara, si për aftësinë e kufizuar, kështu që janë ca protokolle që në fakt unë i kam gjetur të bëra në këtë drejtori dhe nuk mund të kthehemi hapa pas tani të diskutojmë diçka që Bashkia e Durrësit ka kohë që e ka strukturuar me protokolle dhe në bazë të ligjit. Kështu që edhe për termin e shpjegova dhe po ju a shpjegoj. Kur flasim për transformimin gjinor edhe një herë, se më duhet ta ribëj këtë gjë, nuk po flasim për transformimin burr-grua, grua-burr, apo dhe po e thua me fjalën tënde që nuk do të diskriminosh askënd, ndërkohë që po lufton që pse në renditjen e grupeve kemi shënuar dhe LGBT. Është transformim gjinor, sidomos për gratë, dhe po të keni qenë në dëgjesat e planit, që kanë qenë në fakt dëgjesa shumë serioze, me debat shumë të fortë që kanë zgjatur mbi 3 orë në këtë sallë, dhe janë bërë pothuajse 4 deri në 5 dëgjesa dhe me grupet e interesuara dhe me gratë të dhunuara, kanë qenë këtu prezent, dhe Xhira ka qenë dhe ftuar, po rastësia e mbaj mend që nuk ka qenë në Durrës atë ditë, se kemi komunikuar bashkë që të ishe. Kemi pasur debat madje edhe nga këshilltari që para polës, që u diskutua që pse flitet vetëm për gratë dhe vajza, por realisht ky plan i mbështet edhe burra, se duke qenë se statistika na thonë që 45 burra apo djem kanë marrë urdhër mbrojtje, ata kanë qenë në strukturën tonë.
Kështu që mos sillni poshtë punën e Drejtoresha, njerëzve që punojnë gjithë ditën aty. Dhe plani është punuar me ekspert ndërkombëtar dhe jo vetëm me stafin e Faleminderit bashkisë. drejtoresha. Ju falenderoj. Faleminderit. Zonja drejtore, unë ja dhash fjalën, ja një moment. Nuk ju dhash juve fjalën. Jo, Të lutem, ju ta mbaroj. të lutem mos më shtypni mikrofonat gjatë gjithë kohës që unë me jo nuk ta jap fjalën. Ja kam thënë Nuk nuk po i do të fjalën këtu në mënyrë absolute. Doja të falenderoja edhe ndërhyrjen që bëri kolegja Devolli dhe mënyrën se si ajo e shtroi problemin. Tani duhet jemi të qartë për vete, por edhe për qytetarët që na dëgjojnë. Kur flasim që ky projekt vendim që ka lidhur me planin vendor dhe veprimit barazisë gjinore është i bazuar në ligj dhe me drejtoresha ju referua ligjeve europiane, strategjisë kombëtare, VKM-s numër 64/2025, datë 6/11/2025, në lidhje me ligjin për barazinë gjinore, o do bazohemi në ligj ose nuk do bazohemi në ligj. Nuk ka, kjo është vetëm për gratë e dhunuara, të trafikuara, po pjesërisht edhe për LGBT-qën, dhe pjesa tjetër nuk përfiton. Nuk është ashtu. Nëse është kështu, është diskriminim për 41 kategoritë e tjera, të cilat i ka aprovuar ligji evropian, sikurse i ka aprovuar dhe Parlamenti shqiptar. Nëse doni, mund t'ju lexoj të 41, siç e lexoi eurodeputeti gjerman atje, po besoj që të gjithë e keni parasysh se për çfarë bëhet fjalë. Prandaj, nëse do bazohemi në ligj, nuk mund keq informojmë publikun duke i thënë, kjo është vetëm për gratë e dhunuara, për gratë që janë në nevojë, por kjo ka lidhje me të gjithë kategorinë. Pra për 41 kategoritë, të cilët kanë të drejta të barabarta të trajtohen para ligjit. Si forcë e djathtë, neve e kemi kontestuar këtë ligj në Parlamentin shqiptar, e kontestojmë dhe sot këtë plan që na paraqitet, jemi 100% dakord që neve të ndërtojmë një plan ndoshta vendor për trajtimin e gjithë zonjave dhe zotërive, dhe përsëris zonjave dhe zotërive, të cilat kanë të probleme. Kanë probleme trafikimi, kanë probleme të cilat pamundësie financiare dhe të gjitha. Në këtë mënyrë shpreh votën tonë kundra këtij plani që kemi sjell, ta ripunojnë, sepse ndryshe po bëni shkelje ligjore. Mënyra se si neve jemi informuar nuk është e vërtetë. Okej, faleminderit. Kalojmë votim. Që mbulon bashkia, atë problem që trajton, o muke, muke, vazhdo, ai e ka për justifikim, i ka me shumë dëshirë konventet europiane, miratimin e ligjit nga parlamenti e pranon, por e voton kundër, sepse nuk do trajtohen gjithë, nuk po dal as te shoqja parafolse që tha unë nuk jam kundër LGBT-s, por diskutimi në themel ishte aty. Bashkia ka bë një plan pune që përfshin këtë lloj kategorie. Të hym pasaj pse aty ishte shkruajtur janë 41 kategori apo janë 41 kategori, është justifikim për të votuar kundër. Kalon votim edhe qëndrimi i grupit tonë është pro këtij vendimi. Mos shikoj majtas djathtas, mos shi mua në sy, zonja Luarasi, po të kërkoj fjalën, sepse transformuan gjithë ato që unë thash. Jo mi në fund fare tash që është pika. Tani që është pika. Një gjë nuk arrija kur të mendoja që ti do kontaminohesh nga kjo arrogancë e jashtëzakonshme që karakterizon Partinë Socialiste. Tash. Po. Kalon që gjatë zonja Misaraj,
abstenim dhe 10 kundër, nuk kalon. Atëherë, jepet